Nëse hani kos në darkë, duhet urgjent ta dëgjoni këtë, do ngeleni pa fjalë. Kosi sigurisht që është një nga produktet mjaft ushqyese dhe mjaft të rëndësishme dhe me vlera të larta për organizmin. Megjithatë, ndodh që disa personave mund t'ju shkaktojë edhe më shumë probleme se dobi, krahasuar gjithashtu me disa të tjerë. Produktet e qumshtit, si për shembull kosti, ka avantazhet e tij shëndetësore. Mirë po është e rëndësishme të kuptohet se në cilën kohë të ditës është më mirë që të shtoni kosin në vaktet tuaja ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi është një nga ushqimet më të preferuara, sidomos gjatë verës. I pasur me proteinë, forcon sistemin imunitar, ka kalcium, gjithashtu ndikon edhe në të gjitha përmirësimet e sistemit tuaj tretës dhe jo vetëm. Megjithatë, nuk rekomandohet të konsumohet gjatë orëve të vona të mbrëmjes sepse mund të krijojë mukozë në kanalin e undës, sidomos te personat që vuajnë nga astma, alergji dhe ftohja. Mund të vuajnë edhe më shumë, por edhe të përkeqësojnë më shumë simptomat e tyre, citon Healthline. Gjithashtu, kosi përmban bakteri të mira të cilat do të ndihmojnë në ndjeshëm sistemin tuaj tretës. Mirë po, vonë në mbrëmje këto produkte shkaktojnë fryrje të stomakut, si dhe djegësira në zonën e fytit, dhe për këtë arsye nuk rekomandohen që të konsumohen në mbrëmje, sidomos nga këta persona. Ekspertët tregojnë se produktet e qumshtit të ndikojnë në procesin tuaj të tretjes, por gjithashtu rregullojnë edhe punën e shëndetit të zemrës. Kosi mund të hollohet në ujë dhe të konsumohet edhe në forma të tjera, por ekspertët këshillojnë më shumë konsumin e kosit në vaktin e parë të ditës, ku ndikimet e tij në organizëm do të jenë më të plota, gjithashtu edhe më të fuqishme. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga vetë shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra të shijshme dhe të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura në mëngjes, në darkë, por këshillohet më mirë të konsumohet në vaktin e parë të ditës. Kjo për shkak të ndikimeve të tij pozitive për shëndetin dhe lehtësimin e një sër komplikacionesh. Ekspertët këshillojnë kosin si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese. Kosi është i pasur me nivele shumë të mira të kaliumit, kalciumit, magnezit, vitaminës B2, vitaminës B12 dhe të tjera. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat e kosit në organizëm dhe ngrënien e tij në vaktin e parë të ditës. Përfitimet që do të marrë organizmi juaj fillojnë që nga tretja. Kosi do të përmirësojë tretjen dhe konsumi ditor i tij, veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tretës nga toksina dhe bakteri të ndryshme. Ai do të qetësojë kështu sistemet e rënduara nga inflamacioni dhe do të lehtësojë komplikacionet e tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni kosin në vaktin tuaj ditor. Imuniteti gjithashtu do të përfitojë me shtimin e kosit në dietën tuaj. Kosi ka aftësi të mbrojë imunitetin, ta bëjë atë akoma dhe më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale shumë të dobishme, të tilla siç mund të jenë për shembull zinku, magnezi dhe seleniumi, të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e inflamacioneve. Tensioni i lartë i gjakut do të përmirësohet të ndjeshëm me konsumin e kosit në vaktet tuaja ditore. Sipas të dhënave të Healthline, kaliumi të kosit do të ndihmojë në eliminimin e kriprave të tepërta nga organizmi juaj. Në këtë mënyrë kosi do të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut dhe do të përmirësojë më mirë shëndetin tuaj të zemrës. Kosi gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë në rritjen e imunitetit, gjithashtu edhe për kockat. Një filxhan me kos do të ofrojë 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse konsumohet në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur. Kosi është i mirë për shëndetin e stomakut. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diarrea, është e këshillueshme të hani kos në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj. Kosi është i mirë pas aktiviteteve fizike. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që u duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthen atë. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë kundër alergjive, gjithashtu edhe për të rënë nga pesha.
Kosi përmban pak kalori, për më tepër fal konsumit të tij ditor, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që u nxit organizmit të humbas më shumë kilogram. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë për kavitetet. Kosi mbron dhëmbët nga kaviteti, ai përmban acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe bakteriet e këqija. Shtimi i kosit në dietën tuaj ditore do ju ndihmojë për reduktimin e peshës së tepër trupore. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ato të kthehen drejt çdo zgjidhje, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër ose vazhdimi i dietës së tyre, por zakonisht kombinimi i këtyre të dyjave mund të jetë një përzgjedhje më e mirë për peshën. Sa i përket dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programet dietike të shumë dietologëve. Kosi është i mirë për një zorrë të shëndetshme. Shëndeti i zorrës mund të mos jetë diçka për të cilën ju mendoni shumë shpesh, por është thelbësore për një mënyrë jetese më të shëndetshme dhe një organizmi më të fuqishëm. Ekspertët tregojnë se kosi është një produkt fantastik për mbrojtjen e shëndetit tuaj tretës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përfitimet që do të merrni me konsumin e kosit në vaktet tuaja ditore do të jenë një përzgjedhje më e mirë për vlerat e imunitetit dhe shëndetit më të mirë tuaj tretës. Shtimi i kosit është një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të keni kocka më të forta dhe më të shëndetshme, sigurisht që kosi mund të jetë një përfshirje mjaft efektive në shëndetin tuaj të nyjeve. Ekspertët tregojnë se kosi përmban mineralet e duhura të cilat i duhen kockave për t'i mbajtur ato më të forta, sidomos edhe me kalimin e viteve. Kosi është i mirë për të rritur humorin tuaj. Në mes të stresit të punës ose gjërave të tjera të cilat të ndikojnë drejt për së drejti në gjendjen tuaj emocionale, ka mënyra klasike për ta përmirësuar atë. Ushqimi dhe ushtrimet e duhura mund të jenë një arsye. Kosi mund të jetë një produkt fantastik që mund të shtohet fare lehtë në dietat tuaja ditore, dhe ndikimi që do të ofrojë në shëndetin tuaj do ta kthejë atë një prej elementeve më të rëndësishme në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe nxitjen më të mirë të imunitetit tuaj. Ekspertët Healthline këshillojnë konsumin e kosit si një përzgjedhje mjaft e mirë për të nisur ditën, duke mbajtur larg gjithashtu edhe stresin e përditshëm. Sistemi juaj imunitar do të përfitojë me konsumin e kosit. Në ditët e sotme është më e rëndësishme se kur të keni një sistem imunitar më të shëndetshëm, më të fortë dhe më të mbajtur. Ndaj shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë e imunitetit tuaj. Ekspertët tregojnë se duke ngrënë kosë çdo ditë, i ke edhe në traktin tuaj gastrointestinal bakteriet e shëndetshme për një aktivitet më të mirë gjatë ditës dhe për të lehtësuar kështu inflamimet e saj. Ekspertët e cilësojnë kosin si një prej përzgjedhjeve më të mira për të nxitur organizmin dhe për të lehtësuar komplikacionet e tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni kosin në vaktet tuaja ditore. Kjo do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të përfituar prej vlerave të tij. Kosi është një produkt fantastik që mund t'i ofrojë trupit tuaj edhe një kontroll më të mirë të peshës trupore. Kosi u mban të ngopur për më gjatë, gjë që ndihmon gjithashtu edhe në ruajtjen më të mirë të strukturës suaj të organizmit. Veçanërisht nëse konsumohet në një dietë e ekuilibruar, kosi mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të nisur ditën, duke mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Kosi është i mirë për shëndetin e zorrëve. Kosi përmban probiotik të cilët do të nxisin florën e shëndetshme të zorrëve dhe do të ndihmojnë që të keni gjithashtu një tretje më efektive dhe më të shëndetshme. Megjithatë, të njerëzit me sindromën e zorrës së irrituar mund të përkeçojë simptoma dhe duhet të tregoheni më të kujdesshëm në këto situata në mënyrë që kosi t'i japë përfitimet e tij shëndetësore dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e një pasnjëshme. Kosi do të ofrojë nivele mjaft të mira të proteinës në përditshmërinë e dietave tuaja. Kosi është ideal për të konsumuar në vaktet tuaja ditore dhe ndikimi që ka në organizëm do ta kthejnë atë një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese edhe për të marrë proteinën. Kosi me bazë bimore ka tendencën të ketë më pak proteina. Kosi është i mirë për organizmin për sa kohë konsumohet me kujdes dhe brenda rekomandimeve të duhura ditore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.